që nga viti 2017, kur u bë gara për kush do bënte moderimin e teknologjisë fatit, procedurat ligjore nuk kanë mbaruar kurrë deri ditën e njëjtë, që ishte hapi pak a shumë i fundit. Pala që humbi, që ishte një konsorcium, një bashkim operatorësh me 4 anëtar, e ankimoi në gjykatën administrative të shkallës parë, e humbi po atë vit, e ankimoi fillimisht në ministri, e humbi në ministri, e ankimoi në gjykatë të shkallës parë, e çoi në apel. Apeli mori pafund. Fatikisht 3135 ditë procedurë. Ishte aq e gjatë sa që në një shkresë të fund prillit 2026-s, zyra e shtypit e gjykatës administrative të apelit e ka haruar si procedurë. Kur ne i pyesim këtu nga MCNTV-ja mbi cilat procedura më të vjetra po merren, citojnë të 2018-s. Pak për të qeshur kjo, për të treguar që ishte lënë një cep të themi dhe kishte humbur. Më shumë është e kot ta ludoj sepse nuk provohet dot asgjë, pavarësisht se edhe ata që na ndjekin që kanë interes te ky sektor e kuptojnë shumë mirë çfarë po them. Por rëndësi ka që mbarojë kaq dhe puna vazhdon përpara. Unë mbyll.